Avokat Berisha para disa ditësh deklaroi që kryeministri Rama kundërshtarët e vet ose i ka izoluar ose i ka eliminuar dhe sollin në vëmendje një deklaratë që bëri kryeministri në një fushatë zgjedhore që thoshte ne ta dim targën dhe Berisha atashoi këtë deklaratë ndaj Ervis Martinaj. Çfarë po ndodh me hetimet ndaj Ervis Martinaj? Po këto të mos harrojmë që zoti Rama vendosi ministër të brendshëm ta ulan ballën me të vetmin qëllim dhe i dha një detyrë, i tha që unë për një muaj dua zbardhje të rezultatit e time me lidhje me Ervis Martinaj. Është apo s'është gjallë e të tjerë. Gjë që këto e implikojnë se nuk mundet të vendosësh një ministër për të hetuar një antar të botës krimit. Pra, sipas Ramës vendosi një ministër dhe detyra që ai la është që të zbardhë këtë ngjarje. Pra, kjo e bën të dyshimt kryeministrin e vendit që të jetë i implikuar në të tilla krimesh. Dhe kjo do parë dhe për faktin se sipas informacioneve rezulton që Ervis Martinaj kishte marrë një banesë pranë banesës së kryeministrit dhe përderisa shtrohet si pistë nga një lider i opozitës, pse të mos hetohet. Pra, mund të jetë një ndër personat e dyshuar kryeministri i vendit tonë, për arsye sepse edhe nëse i referuar dhe personazhit të Ervis Martinajt. Ai ka qenë një personazh i cili ka qenë agresiv ndaj shumë politikanëve dhe padyshim edhe ndaj kryeministrit të vendit tonë dhe kryeministri e shikonte si një rrezik potencial për jetën e vet. Dhe aq më tepër që ai kishte marrë një banesë kishte marrë një banesë pranë kryeministrit. Dhe kjo është për tu hetuar nga prokuroria e posaçme. A kemi ndonjë informacion lidhur me fatin e Ervis Martinaj? Informacionet janë sekrete, bëhet fjalë që hetimet janë intensive, ka dalë dhe një biznesmen si implikuar që ka paguar rreth 2 milion euro për eliminimin e zotit Ervis Martinaj. Kjo ka dalë në përgjimet e Skype, por sërish akoma nuk kemi një rezultat final për fatin e hetimeve në lidhje me këtë ngjarje. A është marrë në pyetje ky biznesmeni lidhur me këtë? Është marrë në pyetje ky biznesmen dhe është marrë çuditërisht jashtë orarit zyrtar, është marrë rreth orës 8 të darkës, jashtë kamerave, është marrë disa herë në pyetje dhe shpresojmë që së shpejti të faktohet edhe roli i tij. Pra, sipas informacioneve që janë marrë nga prokuroria e posaçme, rezulton që ky biznesmen të ketë pasur dhe vetë Sky dhe ka urdhëruar eliminimin e zotit Martinaj në këmbim të një vlere 2 milion euro. Sipas përgjimeve, pastaj se si është fakti, kjo ngelet për të provuar nga prokuroria e posaçme. A mendoni që do ketë një zbardhje të kësaj ngjarje? Unë mendoj se në këtë ngjarje ka shumë interesa dhe vlerësoj që nuk do ketë një zgjidhje përfundimtare, sepse interesat janë shumë të larta, qeveritare dhe politike, kështu që vlerësoj që nuk do ketë një finish. Avokat, duhet flas për rastin e Elton Qynos. Prokuroria e posaçme me rastin e Elton Qynos nuk ka bërë gjë tjetër veç se ka cënuar imazhin e saj. Pra, nëse ajo është në një pikë pyetje aktualisht në lidhje me integritetin e saj, mendoj që ka nga çështja Qyno për arsye sepse të gjithë e dinë që Elton Qyno është një ndër gazetarët më korrekt të kronikës dhe të gjithë kanë qenë dëshmitar për abuzime të prokurorisë posaçme në kuadër të këtij hetimi të nisur nga ana e tyre. Të parët që duhet ishin hetuar për një nxjerrje sekrete hetimor kanë qenë prokurorët, gjë që pa shkuar te prokurorët shkuan tek gazetari, sepse personat cilët mbajnë përgjegjësi për veprën penale, nxjerrjet sekrete hetimor, janë ata personat cilët kanë për detyrë ta ruajnë. Dhe zoti Qyno nuk ka detyrë të ruajë sekret hetimor, por ka detyrë të publikojë çdo lloj lajmi që ai e mendon se është i arsyeshëm. Në rastin aktual, edhe pse janë shumë vendime, prokuroria e posaçme ka vijuar hetimet, kanë shkuar në banesën e zotit Qyno, kanë sekuestruar një sër dokumentash, kanë sekuestruar aparate telefonik, kompjutera, PlayStation të fëmijëve të Elton Qynos. Madje unë kam qenë dëshmitar dhe
kanë krijuar dhe një traumë në familjen e zotit Qynos, të fëmijëve të vegjël të mitur, se kanë qenë prezent në kohën e kontrollit. Gjë që përveç se nuk është respektuar procedura, por edhe janë sekuestruar dhe sende që përkisin atyre. Vlerësoj që çështja e Qyno do marrë një zgjidhje shumë shpejt dhe unë kam besim që drejtësia, pavarësisht se drejtësia shqiptare deri tani ka çaluar, ja munduar që të hedhin fajin njëri tjetrit, pra gjykata lartë, në gjykata apelit sërish ka mbështetur prokurorin e posaçme, por në përfundim çështja e Qyno do triumfoj drejtësia, sepse unë përveç se kam parë provat, kam dhe besim të verbër te pafajësia e Elton Qyno, sepse unë e njoh personalisht dhe e di integritetin e tij. Dhe për kjo është një ndër arsyet kryesore që unë e kam marrë dhe në mbrojtje çështjen Qyno. Shpresojmë në datën 19 është dhe vendimi i gjykatës kushtetuese, shpresojmë që çështja të mbyllet në këtë institucion. Pavarësisht përgjimeve që prokuroria e posaçme ka kryer, nuk ka se çfarë përgjimesh të kryej për çështjen Qyno, nuk ka ndikuar dhe nuk ka ndërmend të ndikojë Eltoni, përveç se ka pasur besim te sistemi i drejtësisë. Çdo vendimarrje ka kontrolluar nëpërmjet ankimeve dhe aktualisht jemi në gjykatën kushtetuese. Avokat, sa besim keni tashmë te vendimi i gjykatës kushtetuese kur pala tjetër është SPAK-u, sidomos pas rastit të fundit kur antarët u vendosën në përgjim nga kjo strukturë? Padyshim që nuk është se kemi në një besim shumë të madh, sepse integriteti i këtyre gjyqtarëve është që nga momenti i zgjedhjes së tyre në këtë institucion. Të mos harrojmë para ca kohësh pati dhe një skandal seksual në këtë gjykatë. Dolën disa mesazhe të cilët më pas u harruan, u fshin dhe gjykata kushtetuese sërish nuk reagoi, nuk u shfaqësua, sepse ka detyrimin që t'i garantojë integritet personave. A mund të shantazhohen antarët e gjykatës kushtetuese edhe nëpërmjet këtyre mesazheve? Padyshim që po. Aktualisht ne nuk kemi çfarë bëjmë. Jemi detyruar të përballemi me këtë gjykatë dhe t'i besojmë për shkak të ligjit, jo për shkak të besimit tonë te kjo gjykatë. Avokat, ju keni bërë një deklaratë të bujshme në media ku keni thënë që së shpejti pritet një arrestim i bujshëm në radhët e të djathtës. Kjo deklaratë e imja është kryer në bazë të informacioneve jo zyrtare të marra nga prokuroria e posaçme, të cilat fliten shpeshherë që padyshim që ka një hetim ndaj Shkëlzem Berishës dhe pritet dhe ky hetim të përfundojë. Për rezultatet e hetimit nuk është se kam në informacion konkret se si janë, por këto janë në kuadër thashë temesh që vinë nga prokuroria e posaçme. Edhe Shkëlzem Berisha, nëse ka kryer veprime mos veprime, duhet përballet me drejtësinë. Po unë kam theksuar që nëse ne do kemi arrestime apo ndalime, ne duhet të merrem më tepër me aktualitetin dhe nuk diskutohet që edhe veprimet mos veprimet e zotit Berisha duhet që të hetohen, por aktualiteti është shumë i rëndë. Të mos harrojmë kemi të faktuara nga kontrolli i lartë i shtetit rreth 1 miliard euro në vit dëm që i shkaktohet buxhetit shtetit nëpërmjet vjedhjeve dhe prokurimeve të ndryshme publike. Dhe kjo është e rëndë sepse këto janë taksa që mungojnë pensionistëve, shërbimeve spitalore. Të mos harrojmë që kemi një sër skandalesh në shëndetësi, kemi tenderat e hemodializës që janë në hetim, kemi tenderat të ndryshëm të laboratorëve që janë në hetim. Të mos harrojmë që Kloda Llajbeu para pak ditësh ishte në prokurorinë e posaçme në kuadër të këtyre hetimeve dhe këtu kemi dhe Ilir Beqajn apo një sër ministrash të tjerë të implikuar në veprime korruptive, sepse vetëm në tenderin e hemodializës ka rezultuar se Ilir Beqaj ka lidhur një kontratë me një subjekt që është krijuar 6 muaj mbas kryerjes së prokurimit. Pra me një subjekt që nuk ekzistonte. Të gjitha këto, përveç se përbën pa barazi në tendera, por janë dhe veprime të dyshuara korruptive që aktualisht janë në hetim. Padyshim që edhe zoti Shkëlzem Berisha, nëse ka kryer veprime mos veprime, duhet përgjigjet përpara drejtësisë. Por kjo i përket një kohë shumë të largët. Në lidhje me arrestime pritet më tepër nga kampi i Partisë Socialiste që janë aktuale, pra kanë të bëjnë me aktualitetin, se po bëjmë rreth 13 vite qeverisje nga kjo parti. Dhe për veprimet e zotit Berisha, ato edhe nëse do jenë kryer, rezultojnë që do jenë të parashkruara nga sipas kodit penal shqiptar.